Çfarë ka filluar të ndryshojë vitet e fundit edhe për mua, duke qenë se me kalimin e viteve kam ndryshuar disa sektor në këtë industrit ku punoj, edhe më janë shtuar njerëz me cilët bashkëpunoj. Kam filluar të mendoj që ajo që vërtet ka vlerë është mendimi që ti ke për t'i kujtuar bashkëpunëtorët, miqt apo kolegët, më shumë se sa vlera e dhuratës apo pakos që do të marrin në fund vit. Kështu që kjo është diçka që në fillim ndoshta nuk e perceptoja njësoj, po me kalimin e kohës tashmë e vlerësoj shumë çdo lloj mendimi që kanë të gjithë ata që bashkëpunojnë me mua dhe sigurisht marr të njëjtin vlerësim nga ata për edhe gjeste fare të vogla kujtese.